Si që premtova, sot do të flasim për Samsung Galaxy Z Fold 3, i cili u lançua në gusht të këtij viti. Si fillim do ta hapim kutinë dhe të shohim se çfarë ndodhet këtu brenda dhe pastaj t'ju tregoj një nga një veçoritë e këtij smartphone-i. Unë jam Iris dhe këtu jemi në Teknokast. Sigla. Kur mbyllet, Z Fold 3 është i gjatë dhe i hollë, më kompakt se telefonat inteligjent të tjerë. Si për mirë, ashtu dhe për keq, pasi mund të jetë vështirë të shtypni një ekran kaq të ngushtë dhe disa mund të preferojnë që të jetë pak më i gjerë. Dhe pse Samsung thotë se ky ndryshim ishte madhësia optimale për komoditetin dhe raportin e aspektit e ekranit të brendshëm. Hapja dhe mbyllja e Samsung Z Fold është e lehtë, por si dihet se sa hapje dhe mbyllje mund të rezistojë pa pasur probleme. Madhësia e ekranit është 7.6 inches dhe ka rezolucion dinamik AMOLED 120 Hz e mbështjellë me Gorilla Glass Victus. Është e ndritshme dhe e saktë në ngjyra dhe është tepër komforte kur shikon video në YouTube, lexoni libra elektronik në formatin PDF, ku nuk keni nevojë të rrëshqisni faqet, por mund të shpletoni si në libër fizik. Samsung Package, e cila shihet më vete, ka disa aksesorë si cover, fast charger dhe S Pen Fold, të gjitha këto kushtojnë 9.900 lekë të reja. Do ua sugjeroja ta blinit pasi përdorimi i S Pen Note apo Galaxy Fold të mëparshëm do sillte dëmtime në ekran. Duke qenë se ka një procesor Snapdragon 888, shpejtësia e navigimit në këtë smartphone është e shpejtë dhe është tepër i rehatshëm. Samsung ka bërë një punë të mirë, por s'mund të them të njëjtën gjë për baterinë, pasi është zvogëluar në 4400 mAh dhe mban më pak bateri se Z Fold 2. Le të flasim pak për kamerat. Kamera kryesore në pjesën e pasme të Z Fold 3 përbëhet nga 3 lente, një 12 megapiksel wide, tjetra ultra wide 12 megapiksel dhe një lente telefoto 12 megapiksel. Me kujdes, kjo mund të përdoret gjithashtu si një aparat fotografik selfie kur telefoni është hapur plotësisht. Ekrani jashtë mund të përdoret si një kamerë që gjen pamjen. Ka dhe 2 selfie, kamera 10 megapiksel në momentin që smartphone-i është i palosur dhe një kamerë under display 4 megapiksel në momentin kur Z Fold është i hapur. Samsung Galaxy Z Fold 3 është rezistent ndaj ujit deri në 1.5 metra thellësi, por nuk është rezistent ndaj pluhurit, një nga gjërat që nuk më pëlqen tek Z Fold 3. Kujdes, mos e merrni me vete në plazh. Për sa i përket shenjës së gishtit, në butonin djathtas në fillim të konfigurimit kur e hapni për herë të parë, do ju duhet të vendosni shenjën e gishtit në mënyrë që më vonë ta hapni lehtësisht. Midis dy grupe përdoruesish të teknologjisë, ata që kanë qejf smartphone-ët me ekran të madh si Note apo Fold është perfekt, ndërsa për përdoruesi unë që janë më shumë fans të smartphone-ve praktik, Z Fold mund të gjej përdorim në momente të caktuar, si në takime biznesi, ndjekja e një seriali të preferuar apo leximi i një libri online. Kjo ishte gjithçka kisha përgatitur në këtë video, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në videon e radhës. Ciao.